Mirë mbrëma, e mërkur ora 22:15 termin I rezervuar për debatin në Klik Plus. Sonte në të, tëftuar, 5 tëftuar. A janë marrëveshja e Përzhinës, reformat në media, lista zgjedhore, cilësia dhe data e zgjedhjeve, problemet e vetme që po mbajnë peng Maqedoninë, që po jeton vitin e dytë të krizës së thellë. A ka në horizont zgjidhje të afërt apo vazhdojnë pazaret, hesapit të cilëve nuk dihet për opinionin? Sonte tëftuar në studio Rilindja Demokratike Kombëtare, Partia për Prosperitet Demokratik, Lëvizja Besa, analisti Ismet Ramadani dhe kryetari I shoqatës së gazetarëve Naser Selmani. Atëherë do të filloj me mirëse ardhjen drejtuar zotri Ramadanit dhe zotri Selmanit. Mirëse erdhët, sepse për anën e majtë duhet të filloj me pyetje. Profesor Zendeli, kam kënaqësinë t'ju kem sonte në studio dhe do të duhet të sqarojmë një dilemë. Kuvendi qendror ju zgjodhi për kryetar të RDK-s, gjykata mori një vendim në favor të Veselme Mehmetit dhe tani mediat, kur përmendin RDK-n, varësisht se kujt I referohen, thonë RDK-ja e Veselme Mehmetit apo RDK-ja e Fadil Zendelit. E kujt është RDK-ja? Me siguri e Fadil Zendelit. Faleminderit për ftesën që qenë pjesëmarrës në debatin e sonte. Me siguri çështjet që ndodhen në RDK janë çështje që kemi gati si në gjitha partitë politike, për shkak se bëhet për një çështje që unë e vlerësoj që është shumë e rëndësishme për demokracinë e vendit dhe funksionimin e institucioneve demokratike. Ajo është sa partitë politike janë të demokratizuar. Sa partitë politike, domethënë që ne I kemi në skenën politike, më konkretisht Partia Shqiptare, funksionojnë brenda rregullave të përcaktuara me partijake, domethënë akteve partijake ligjore, dhe atyre rregullave domethënë politike të funksionimit domethënë në një shoqëri normale demokratike. Edhe ajo që ndodhi domethënë në linjën demokratike kombëtare ishte një debat I brendshëm, edhe unë e vlerësoj si një virtyt apo një vlerë demokratike e jona që të ballafaqohen domethënë me gjitha ato antivlera të cilët në momente të caktuara domethënë I kemi pasur në radhët tona. Shkarkimi I kryetarit ishte një proces normal demokratik, domethënë I parapriu një debat I brendshëm brenda linjës demokratike kombëtare, ka qenë një proces I cili ka zgjatur me muaj të tëra domethënë brenda linjës demokratike kombëtare, edhe në momentin kur vlerësuam se u shterën mundësitë për gjetjen e një zgjedhje me ish kryetarin, atëherë nënkuptohet mekanizmat partijak, statutor, programor të cilët ne I kishim në disponim, thonë I vëmë në lëvizje dhe ndodhi ajo që ndodhi. Ne mendojmë se proceset të cilët ndodhen në linjë demokratike mund të jenë si shembull edhe si një model, jo I përçarjes, jo I ndarjes brenda partive, nuk dëshirojmë të jemi model për ndarje brenda partisë, por si një luftë e brendshme për demokratizimin edhe të partisë, edhe të shoqërisë në përgjithësi. Ju falenderit, zotri Aliti, sa është demokratike PPD-ja në drejtim të kësaj që foli profesor Zendeli. Edhe ju kaluat një procedurë të verifikimit të asaj se kush është kryetari I Partisë për Prosperitet Demokratik. Më intereson, a ka ndryshuar rruga politike e kësaj partie nga momenti që ju keni vullat në dorë? Fatkeqësisht ne akoma duhet ta bëjmë këtë muhabet, tash ka 5 muaj që është mbajt kongresi, dhe ai kongres nuk ishte I inicuar ad hoc. Ai ishte si pasojë e asaj që ndodhi tani më shumë se një vit. Kishte një ndërheqje të zonjës Llava. Dhe statuti jon parasheh në raste të jashtëzakonshme siç ishte ajo ndërheqje, Kuvendi qendror të zgjedh kryetar deri me kongres. Dhe ky kongres është si pasojë e ngjarjeve të fillimit 2015-s. Po mandej hasëm në një mungesë të kapacitetit demokratik, të mënyrës të pranimit të dëshirës së shumicës dhe fatkeqësisht duheshte të kalojmë edhe në ato procedura gjyqësore, po duhet të theksoj se organet partijake, funksionerët partijak zgjidhen nga organet partijake. Nuk janë gjykatat ata që I zgjedhin përfaqësuesit e ndonjë partie. Fatkeqësisht edhe ligjvënësi ka bë mirë kur e ka parapa këtë
se ndonjëherë mund të ndodhin dhe kundërshtime, dhe fatkeqësisht ja që ndodhen dhe duhet të kalojmë në procedurë. Po sigurisht se ne treguam një nivel shumë të lartë të demokracisë të brendshme, gjithashtu nuk lejum që në fakt u mundum që ta minimizojmë polemikën publike, edhe pse nuk s'ka mehanizëm që mund të zhdukesh fare, po ishte ajo polemik shumë minimale si rezultati asaj se ne edhe shumë muhabeteve kështu të paqëndrueshme dhe nuk ju jepshin përgjigje. Kështu që mendoj se tani më është shumë e qartë dhe ne vazhdojmë rrugtimin ton politik. E shpresoj se më nuk do ketë si paqartësi. Lëvizja Besa deri tani po tregon një konsolidim të jashtëzakonshëm edhe brenda partisë dhe si shprehni vetë edhe në terren. Sa këto lëvizjet në RDK dhe në PPD ndoshta po bëj një flashback në të kaluarën, por me që nuk i kemi pas përfaqësuesit e RDK-s dhe PPD-s në këtë format, në këtë studio, do duhet të pyes sa ka ndryshuar bashkëpunimi apo raportet e Besës me PPD-n dhe RDK-n nga këto ndryshime në këto dy parti. Faleminderit për ftesën, fillimisht. Do të thotë Lëvizja Besa është e hapur për biseda për bashkëpunim me gjitha subjektet politike, sidomos ato opozitar, të cilët kanë platformë dhe program për të ndruar këtë regjim, këtë qeveri. Me PPD-n kemi patur bashkëpunim kohë të gjatë edhe në kapacitetin e pjesëmarrjes në Këshillin Opozitar, ku jemi së bashku, do të thotë antar si subjekt Lëvizja Besa, po ashtu edhe PPD-ja. Në RDK, si subjekt, në fillim kemi patur vështirësi në komunikim për shkak se nga udhëheqësia e atij subjekti publikisht kanë deklaruar që dera ka qenë e mbyllur për bashkëpunim me Lëvizjen Besa, por mbas ndryshimeve që kanë qenë brenda partijake, shprehim kënaqësi që ka filluar komunikimi dhe si rezultat i asaj kemi patur edhe bashkëpunim edhe në shkrimin e deklaratës të përbashkët për që është kërkesën për në atë kohë për shtyrjen e zgjedhjeve, për mbështetjen e protestave të sektorit civil e kështu me radhë. Do të thotë ka një përparim drastik dhe mund të themi që me RDK-n ka filluar pa pengesa komunikimi dhe bashkëpunimi, përderisa më parë ajo ka qenë në mënyrë të njashme e deklaruar se është e pamundur. Do të kërkoj falje, njerëz jemi dhe jemi në transmetim, fare nuk të prezentova, Kastriot Rexhepi nga Lëvizja Besa, antari kryesisë qendrore dhe sekretari të gjitha departamenteve të formuar nga kjo parti. Profesor zotni Ramadani, a mendoni se kanë ndryshuar gjërat në bllokun opozitar pas ndryshimeve në RDK dhe në PPD? Në raport me parti tjera, me Besën, me LRPDSH-n, unitetin? Po mirë, unë edhe ashtu në shumë prononcime të mia e kam përshëndetur paraqitjen e tyre. Pra në skenën politike, kuptohet se RDK-ja është një kohë pak më të gjatë, prej partive të reja, PPD-ja nuk është parti e re, por ka pas një fat që PPD-ja është një nga partitë shqiptare e cila më shumë që është përballur me ndryshime, me ndrrime të kryetarëve, të udhëheqësive të partive, dhe gjithë ajo në emër të ndonjë demokracie, mirë po, ashtu siç e përmendën edhe përfaqësuesit e partive, ajo ndonjëherë e lodh partinë brenda për brenda. Sepse ne fatkeqësisht ende nuk jemi përsosur në atë që është kulturë politike, debat politik brenda për brenda, sepse paraqiten gjithnjë pra persona të cilat nuk e durojnë debatin, nuk e durojnë demokracinë brenda për brenda partisë, nuk e durojnë mendimin e kundërt. Edhe tash
do t'ishte mirë që në këtë situatë, sidomos kur po jetojmë në një krizë të thellë politike, që këto parti politike nga disa individ pra të cilët pa ndërpre mrenda këtyre sidomos dy partive, RDK-s dhe PPD-s, denoncojnë, ofendojnë, përdorin fjalor i cili nuk pranohet në opinion. Dhe ata duke dashur t'i bëjnë dam pra organizimit politik ose partisë politike të cilës i takojnë edhe vetë, ata në fakt para opinionit krijojnë për vetveten tek e fundit qëndrim negativ. Dhe njerëzit me që ne jemi opinionist dhe ndoshta edhe ma mirë se të tjerët i dëgjojmë ato zërat të cilët japim vlerësime ose kualifikime për disa paraqitje në këto parti të cilat unë ju them me sinceritetin më të madh se janë të papranueshme. Dhe ata duhet mirë të bisedojnë njerë me vetveten dhe t'i përshtaten në një mënyrë shumicës, edhe t'i përshtaten strukturave udhëheqëse të partisë në atë mënyrë që t'jenë ma kooperativ, ma bashkëbisedues për të mirën e partisë, që mos t'i lodhin partit pra të meren me vetveten, por t'ju japin mundësi që partit të kyqen pak më shumë në atë që është tash krize përgjithshme, krize thellë këtu në Maqedoni dhe ku faktori shqiptar e ka du ta ketë në fakt peshën e vetë në zgjidhjen e krizës. Këtu është e vërtet që shpeshherë ndoshta dhe jam interpretuar gabimisht se po e mbaj anën e njerit apo tjetrit grupim. Këtu për dallim prej RDK-s dhe PPD-s, e cila pra ende merret me problemet e brendshme në parti, edhe pse aty janë individ të cilët ju shkaktojnë ndoshta probleme brenda partisë. Besa ka një përparësi se Besa është parti e cila nuk lind, themi as si fraksion, por është lind si rezultati një pakënaqësie të përgjithshme pra nga dy partit e mëdha deri tani pra PDI dhe PDSH, dhe kanë atë originalitetin e vetë. Kështu që ata më pak humbin kohë duke u marrë me vetveten dhe shihet se pak më shumë janë prezent me aktivitetet e tyre të cilat pra kanë të bëjnë edhe me krizën, por edhe me zënjen e hapësirës politike pra në Maqedoni, hapësirës kuptohet shqiptare. Por ajo që më lën përshtypje është se strukturat udhëheqëse të këtyre partive lanë pra një përshtypje për të bindur se janë të gatshëm për të bashkëpunuar. Domethënë janë të gatshëm për të renditur aktivitetet e tyre. E kështu sigurisht se do t'japin edhe kontribut pak më të madh dhe më të mirë në krejt këtë që është problem. Edhe i shqiptarëve, po problem që është i Maqedonisë, që neve kemi pakzuar kohën e fundit si kriza thellë politike, po ndoshta edhe në dimensione edhe të sigurisë. Faleminderit. Naser. Me gjithë respektin për vlerësimet e zotrive se këto zhvillime në RDK dhe PPD janë shenje demokratizimit apo të, si të thua, të pjekurisë politike të këtyre partive, unë nuk e ndaj këtë mendim. Mendoj se këto zhvillime tregojnë se në këto parti mungon kapaciteti pikërisht demokratik i njerëzve që marrin pjesë në këtë parti politike dhe mungon kapaciteti i menaxhimit të partisë. Të kërkoni ju problemet e juaja të mbrendshme, t'i bartni në një gjykatë që është tërësisht e politizuar dhe kontrolluar nga pushteti, dhe të kërkoni që ata të arbitrojnë për mosmarrveshje që ju i keni
mes veti është një naivitet politik, sepse ju nuk mund të prisni që ky arbitër do t'jetë i paanshëm dhe objektiv. Kjo është e para. E dyta është se mendoj se partitë politike në Maqedoni nuk formohen për të promovu ide politike, koncepte politike, por mblidhen 5-6 njerëz dhe bëjmë parti për vete. Mungesa apo mosaftësia e njerëzve për të bërë kompromise, se në demokraci do njerë edhe duhet bësh kompromise, për hir të ideve, të koncepteve, të programeve, ju do njerë edhe duhet bëni kompromise që nuk ju pëlqen. Kjo paaftësi për të bërë kompromise tregon se ideja e mbledhjes nuk është ideja politike, por janë interesat tjera politike që jo domosdoshmërisht të themi si janë negative, po kjo flet për mungesën e ideve qarta politike për cilën ato mblidhen. Unë mendoj se për dallim nga partit në pushtet, sepse unë mund të kuptoj përpjekjen e BDI-s dhe në një farë masë edhe të PDSH-s që të kryoj një farë konfuzioni politik të shqiptarët e Maqedonisë. Unë nuk e kuptoj paaftësinë e subjekteve opozitare që dalin, që ta qartësojnë këtë mjegullnajn që e ka imponu pushtetit. Për çfarë e kam fjalën? Mendoj se kjo është bindje ime si qytetar, si gazetar, se mendoj se opozitës i mungon një diagnostifikim i saktë i situatës. Unë mendoj se këto nuk ka një diagnostë të saktë se çfarë po ndodh në Maqedoni, sikur pacienti i smuri që shkon te mjeku dhe kërkon zgjidhje për shëndetin e tij. Këto nuk janë gjendje që t'japin një diagnozë saktë dhe pastaj në bazë të asaj diagnoze të ofrojnë edhe kurën, shërimin. Unë jam përpjek disa herë t'i lexoj konceptet, platformat dhe mendoj se sikur mungon guximi politik që të shqiptarët e Maqedonisë disa gjëra të thuhen troç. Çfarë do veprojnë, çfarë do bëjnë nëse kjo klasë politike maqedonëse, qoftë e opozitës apo e pushtetit, sepse unë nuk shoh dallime esenciale të bloku Maqedon, çfarë janë këto të gatshëm bëjnë, me çfarë do ta sfidojnë këtë politikë ekstreme nacionaliste, disa herë edhe me elemente fashiste, që ta në një mënyrë që ta detyrojnë që të qetësohet dhe të diskutojnë në mënyrë racionale për mënyrën e ndërtimit të shtetit dhe integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Mendoj se ne sillemi në një qark vicioz kështu dhe fatkeqësisht qytetarët e Maqedonisë, kjo është arsyeja vetme pse opozita nuk arrin që të bashkohet dhe të imponohet si faktor kryesor te shqiptarët, sepse ato nuk shohin një vizion të qartë se ku duan këto parti politike ta çojnë Maqedoninë në të ardhmen. Të gjithë keni kërkuar replik, Fatoni i pari. Faleminderit. Mu më lënë përshtypje zotni Naseri se vetë që më ai e ka marrë gjykimin për ne, na e pas ka pru vendimin, që më bën pak kështu më shkakton një habi, sepse nuk e di a kemi pat rastin me ne ose me eksponent tjerë partisë tonë që të bisedoni këta gjëna, vizionet tona e kështu me radhë. Dhe mendoj se pikrisht për atë dhe jemi këtu, që pasit në dëgjoni atëherë dhe të na vlerësoni mendimet tona. Sa i përket asaj se mungon kapaciteti demokratik i brendshëm. Vetëm shkurt se me të vërtet nuk du të rritë kjo temë, po më detyrove. Në qoftë se mendoni se janë vetëm individ ata që shkaktojnë problemet. Dhe në qoftë se mendoni se këta mund t'jenë në interes të BDI-s dhe të PDSH-s. Atëherë, pse mendoni se ky proces pas ka qenë jo demokratik dhe pas ka qenë jo i qëlluar në momentin e duhur, kur pikrisht ne kemi bërë atë që thoni ju dhe duke i respektuar të gjitha normat statutare dhe ligjore. Kështu që nga ana tjetër po të kishim zgjedhje unanime, si që ndodhin sot e kësaj dite, edhe kur kanë ndodhur ato zgjedhje unanime, të krerëve të ndryshëm partia. Jeni ju ata, gazetarë dhe opinionistë, të cilët i kritikoni për
totalitarizëm, e kështu me radhë, se s'ka konkurrencë, se nuk ka demokraci të brendshme. Kur fillojnë proceset e demokracisë të brendshme, atëherë akuzohemi se nuk jemi të aftë për të menaxhu. Mendoj se nuk është kjo... Kompromiset që ndosha, nuk thash për... Unë nuk u angazhova për unanimitet, marrje në vendime me unanimitet. Unë thash se për hir të ideve politike do të bëhen kompromiset që ndosha kompromise racionale. Kompromiset janë bërë, kështu që mendoj se prap do them, para se të na gjykoni për vizionet tonë dhe atë se si e shohim krizën, dalja nga kriza dhe si e shohim Maqedoninë në të ardhmen, mendoj se para do duhet të na ndëgjoni, po pastaj të na gjykoni apo. Jo, unë flas mbas asaj që ju kam dëgjuar deri tash. Debati që është bën partinë tuaj, ato debatet se kush është legjitim, kush nuk është legjitim, mënyra se si zgjodhet ti zgjidhni këto mosmarrëveshje, mbas të kësaj unë nxjerr këto përfundim. Zoti Naser, kam përshtypjen se nuk na keni ndëgjuar edhe sa duhet, për shkak se në një prononcim tuaj keni thënë se ja ndodhin këtu procese trashëgimie duke lëdu në mu. Dhe haroni se Imat nuk jeton tani 3 vjetë dhe nuk ka pat mundësi të ma servoj mu këtë, po janë strukturat partijake ato që vendosen kështu. Kështu që me të vërtet mendoj se duhet kemi pak. Okej, këtu do të bëjmë një pushim të shkurtër për t'ju kthyer rengenit të lëvizjes Besa, PPD-s dhe RDK-s nga Ismet Ramadani dhe Naser Selmani. Kthehemi pas pushimit të shkurt me reklama. Kthehemi sërish në studio pas pushimit të shkurt me reklama. Po flasim, a është kriza drejt zgjidhjes apo drejt status quo-s, duke marrë parasysh që po na afrohet, po na intensifikohen edhe pushimet verore të gjithëve kështu me siguri edhe politikës shumë më shumë. Kryetari i shoqatës gazetarëve Naser Selmani, në analizën e tij drejtuar të 3 partive që i kemi të ftuar sonte këtu Rilindjes Demokratike Kombëtare, Partisë për Prosperitetin Demokratik dhe Lëvizjes Besa, konstatoi se këtyre subjekteve ju mungon një diagnozë e saktë e krizës në Maqedoni, që të mund të japin edhe kurën apo ofertën se si të sfidojnë politikën aktuale. Faton Aliti, kryetari PPD-s, shfrytëzoi të drejtën e tij për replik. Kastriot Rexhepi nga Lëvizja Besa e ka fjalën. Pikërisht desha të ndërlidhem me në analizën e sotit Naser, ku përmendi që ka përshtypje sigur partitë po formohen vetëm se për 5 veta mblidhen që duan të formojnë parti. Për këtë shkak desha të theksoj me një fjalë që Lëvizja Besa u inicua si subjekt i ri mbas një kohe të gjatë të analizës të situatës në vend dhe të dështimit subjekteve paraprake politike, nga eksponent, nga njerëz të cilët kanë qenë aktiv 20 vite në shoqata jo qeveritare. Thotë ato kanë dhënë kontributin për shoqërinë në Maqedoni dhe kanë patur një komoditet me një fjalë që mos janë subjekt politik, për shkak se e dim që thjesht një subjekt politik ka përgjegjësi dhe është çmimi më i lartë me një fjalë i sulmeve kështu me radhë. Do të thotë ka qenë si rezultat i pritjes se mos po ndron gjendja nga subjektet që kanë qenë në skenë, po mbasi ato dështuan dhe nga pakënaqësia e madhe akumuluar, vendosën që të kyçen edhe direkt, në thotë aktivisht, duke e themeluar një subjekt. Sa i përket vizionit, diagnozës, edhe këtu desha me një fjalë të sek që Lëvizja Besa, prej në fillim, të eskalimit të krizës sidomos, doli me dokument, me platformën ridefinimin, do thotë në mars vitit të kaluar, ku i diagnostifikoi, do thotë, pikat problematike të cilat janë, do thotë, iniciatorët të krizës. Dhe për fat të mirë, në moment kur filluan të bëhen negociatat, bisedime dhe të ofrohet një opcion për dalë nga kriza, disa nga ato pika veç u bën pjesë përbërëse e procesit. Në thotë, Lëvizja Besa, prej në fillim ka thënë që për më rëndësi për dalë nga kriza, dhe jo për dalë nga kriza për një kohë të caktuar, se ne nuk duam që të bëhet një zgjidhje dhe të ketë një riciklim si deri më tani që ka ndodhur në çdo 15 vjet na është kthyer një farë krize në vend. Ne duam njëherë për gjithmonë të bëhet një zgjidhje thotë e përhershme. Një nga elementet më rëndësishëm është regjistrimi i popullatës.
regjistrimin popullsisë të shohim sa ka banor Maqedonia, që mos kenë hapësirë të manipulojnë si manipulojnë disa nga politikanë maqedonëse, pas ka patur pak shqiptarë në vend, po për atë shkak zmbahet regjistrimi. Po ndoshta po del në thotë që ka shumë të përkatësisë makedone që ishin deklaruar në një përkatësi tjetër. Dhe aty është problemi. Ne duam ta dimë sa ka banor. Me numrin, me bërjen e regjistrimit, do të jetë shumë qartë a është real dhe ka të bëjë me listën zgjedhore. Se ne vazhdimisht po licitojmë me numra kaq dhe shohim një numër të madh të votuesve në listën zgjedhore. Veç regjistrimi popullat do të ishte një indikator që kjo listë është jo reale. E dyta, në subjektet e para të cilat e ka përmendur termin të prokurisë publike speciale ka qenë Lëvizja Besa. Dhe ja ku e kemi prokurinë speciale si një nga shpresat më të mëdha të popullatës në përgjithësi, si një institucion i cili mund të kontribuojë në zgjidhjen e kësaj krize, duke i adresuar gjitha problematikat dhe rastet të cilat kanë dalë edhe si rezultat që më vonë e ndëgjuam nga përgjimet e kështu me radhë. Po ashtu kemi përmendur edhe themelimin e gjykatës speciale. Praktika tregoi që prokuria speciale ka shumë obstruksione dhe nuk pati mundësi që të shkojë përpara me punën e saj dhe pa u themeluar një njësie gjykatës speciale, vështirë që do të mundet prokuria speciale ta kryen punën e vetë si duhet. Mandej kemi identifikuar problematikën e mediumeve. Ne përshojmë që një nga pikat poashtu me rëndësi që trajtohet, është edhe reforma në mediume. Për të gjitha këto pika kemi dhënë edhe ofertën tonë konkrete që si duhet, çfarë hapa duhet të marrë, dhe si Lëvizja Besa, si u tha edhe në hyrje, jemi mjaft aktiv vazhdimisht duke e cilët situatën, duke bërë reagime, duke bërë takime me popullatën, çdo ditë kemi aktivitete. Po normalisht është edhe çështë është pyetje që sa mundet gjithë opinionit të jetë informuar për aktivitetet tona, pse ajo varet edhe nga mediumet, sa ato bën mbulesë të aktiviteteve, dhe si e dim edhe vetë, edhe pse do të thotë disa mediume bëjnë tentativa që të jenë të paraqesin ditë aktivitetet e partive, po përsëri ka ndikim nga partitë në pushtet dhe nuk ka mundësi që çdo aktivitet të delë edhe në opinion. Me këtë rast duhet ta theksoj që Lëvizja Besa mendon që subjektet, 4 subjektet, të cilat janë të fyçura në bisedime, ato që janë sidomos subjektet të cilat e kanë sill. Do t'i parashtoj një pyetje të tillë më vonë për të na sqaruar kërkesën tuaj për të qasur në bisedime. Zotëri Zendeli, cila është replika juaj ndaj zotërit Selmanit, lidhur me të gjitha ato që i tha për partitë që i kemi sonte në studio. A i mungon RDK-s diagnoze sakte e krizës në Republikën e Maqedonisë dhe me çka ju po sfidoni politikën aktuale? Nuk e quaj si replike, quaj thjesht si një bashkëbisedim, do të thonë me respekt konsiderat plot që dy opinionistët i dhanë vlerësimet e tyre, të cilën për shumë aspekte dhe çështje të cilat ato do të thonë i prezantuan para nesh, ne mund pajtohen, për shkak se ato janë probleme reale që ne i kemi këtu. Ne tash mundona të mshehim në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër, por ato ekzistojnë dhe ne si parti politike do të thonë duhet ballafaqohemi. Vetëm kisha pas dëshirë me qartësuar se gjithë proceset që ndodhen brenda RDK-s kishin bëjnë pikërisht me çështjet që do të thonë dinamika dhe strategjia e veprimit të linjës demokratike kombëtare të ndryshon. Nuk bëhet fjalë për ndryshime personale ose konjunkturale. Shkon dikush, do vinë dikush tjetër, edhe çështjet të mbeten aty. Do thonë ideja jonë ishte që ta ndryshojmë mënyrën e funksionimit dhe veprimit të linjës demokratike kombëtare, shkak se vlerësoheshim se në atë moment ajo nuk e jepte kontributin e vet në skenën politike, po ndoshta në moment mund paraqitesh edhe si ndonjë pengesë eventuale. Kjo ishte ajo që neve na motivoi, do të thonë që t'i bëjmë ndryshimet e brendshme, që t'japim atë kontributin tonë në skenën politike. Për shkak se vlerësojmë se situata aktuale politike në Maqedoni është shumë e vështirë, nuk është ndonjë konstatim që unë mund ta zbuloj tash, do të thonë mund gjithë pajtohen këtu se kemi një krizë tranzicioni, krizë politike, krizë kriminalitetit të qeverisë, krizë në gjitha dimensionet e saj. Edhe ne kuptohet se mendoshim se mund t'japim kontributin tonë,
si parti opozitare, për shkak se nuk kemi parti e re opozitare, jemi parti që kemi tash përvojën tonë politike, jemi nga viti 2009, edhe mendum se me një ide ose me një kontributin tonë në funksion apo në frymëzimin e një bashkëpunimi opozitar të partive politike opozitare, tonë krijohet një fuqi e re, krijohet një moment i ri në skenën politike shqiptare, me cilën unë besoj se diagnozën gjithë e kanë, se diagnoza mund ta konstatojmë se kriza është e thellë, është politike, është kriminale, kemi një qeverisje të kriminalizuar në gjithë dimensionet e saj, që tash në forma dhe mënyra të ndryshme, do të thonë, e kemi pa, po ç'është si të japim terapin, çfarë terapie të japim që të mund dalim nga kjo situatë. Aty është marrëveshje për Zhinos, ka shumë momente, ka shumë iniciativa të cilat kanë qenë brenda kësaj kohe, po ç'është të gjithë ne si mund të kontribuojmë që dalim nga kjo krizë. Në kuptohet gjithë ne tash si parti politike kemi programet tona, platformat tona, por ne vlerësojmë se dalja nga kriza duhet ishte domethënë krijimi një qeverie teknike ose një qeverie gjithëpërfshirëse. Thonë gjithë partive politike në Maqedoni, të dy etnive si shqiptarëve si maqedonasve, me cila ndoshta për një periudhë caktuar do të qeverisë një qeveri teknike ku do mund të bëhen ndryshimet e duhura, të bëhen ndryshimet legjislative, por mbi gjitha unë do të kisha thënë bëhen një ndryshim në mentalitetin tonë, në mënyrën e funksionimit tonë. Krijojmë një klimë demokratike brenda nesh që qytetarët, partitë politike në mënyrë të lirë të shprehin mendimet e veta dhe qëndrimet e veta. Për shkak se vlerësoj se në këtë moment, pa marrë parasysh se gjithë ne funksionojmë si parti politike, por kemi pas kufizime, forma, presione të ndryshme që edhe zoti Selmani, edhe zoti Ramadani e përmendi se kemi institucione të korruptuara, kemi gjyqësi të korruptuar, të cilat fatkeqësisht ne duhet të drejtohen ndonjëherë për zgjidhjen e çështjeve tona, edhe kjo nuk është çështje për ta injoruar, por kërkon zgjidhje. Por zgjidhje unë vlerësoj, domethënë edhe ne vlerësojmë si Ligje Demokratike Kombëtare se duhet krijohet domethënë një blok më i fuqishëm opozitar shqiptar. Mund krijohet një fuqi e re domethënë në skenën politike, duke mos e humb subjektivitetin e partive politike ekzistuese që të mund domethënë të japim një shpresë shqiptarëve, domethënë një shpresë tre shqiptarëve se diçka mund ndryshone brenda kampit politik shqiptar, brenda kampit opozitar shqiptar. Nëse ne mbetën atë fragmentarizuar në parti kështu siç jemi tash, besoj se do të humbim një shans. Do të humbim një shans shumë të mirë që e kemi, e cila vlerësoj se është historike, për shkak se kriza është një farë mënyrë historike, është shumë e thellë, edhe nëse ne mendojmë se me një demokraci dhe me veprime normale demokratike do të shturim një situatë që është abnormale, besoj se gjithë do gënjena dhe gjithë do rrena. Ne kërkohet domethënë prej nesh një angazhim më gjithëpërfshirës, edhe tolerancë, edhe konsenzus, të arrijmë një platformë, të arrijmë disa pika që janë përbashkëta, besoj se gjithë ne si parti politike kemi pika që ne pajtohen. Kemi pika se ky pushtet është i kriminalizuar edhe duhet ndryshohet. Kemi domosdoshmë gjithë në platformat tona, kemi edhe veprim politik, edhe ekonomik, edhe social, që kanë qenë i kanë pas edhe partitë politike të mëhershme, nuk ka kufar dyshim. Po si ne gjithë këto ne t'i vëjmë në lëvizje. T'i vendojmë në lëvizje, krijojmë një harmoni brenda nesh, krijojmë disa pika të përbashkëta që ndoshta do të na vënojnë neve në lëvizje, që ndoshta aty potencova më herët t'japim pak shpresë të shqiptarët. Nëse japim këtë shpresë të shqiptarët, besoj se proceset politike pastaj do ta marrin kakjen e vet. Unë mendoj se unë nuk e kuptoj pse partitë opozitare, veçanërisht opozitare, ngurojnë ta thonë se Maqedonia është shtet policor. Te këto sillen sikur Maqedoni funksionon demokracia. Dhe me këtë sjellje ato mashtrojnë opinionin, bëhen pjesë e mashtrimit. E para, e dyta, mendoj se nuk e kuptoj pse partitë shqiptare opozitare nuk e thonë se në Maqedoni ka ndodhur një kapje etnike institucionale. Afera, skandali i përgjimeve dëshmoj se praktikisht institucionet i ka kap establishmentin Maqedon dhe përdor në qërimin e hesapeve me shqiptar. Nuk e di pse nuk e thonë se problemi i emrit është një mashtrim i shekullit, i cili sipas mendimit tim s'ka lidhje me identitetin Maqedon, po është një përpjekje establishmentit Maqedon që të mos lejoj integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe NATO, sepse në atë mënyrë humbim pushtetin dhe pozicionat etnike para së gjithësh. Dhe ajo që është më e rëndësishme, si do ta bëjnë këtë punë? Nëse presin se kjo që flitet, unë respektoj angazhimin e faktorit ndërkombëtar, po faktori shqiptar duhet të ketë platformat veta, jo ato që i ofron faktori ndërkombëtar.
Duhet ketë platformat vete që të bëjë të risnimi faktorit ndërkombëtar që në një mënyrë të ndryshojë dhe qëndrimi i faktorit ndërkombëtar. Duke ndjekur politikat e faktorit ndërkombëtar. Faktori ndërkombëtar vetëm bën balansimin e qëndrimeve. Derisa këto shkojnë me këto qëndrime të buta, faktori ndërkombëtar do ketë këtë qëndrim që ka sot. Me bisedime, me përgdheljen e partive maqedone dhe unë mendoj se me këtë qasja ne nuk do t'i zgjidhim problemin. Ne si parti opozitare e kemi thënë dhe prapë themi se institucionet janë të kapura nga partitë, po edhe në aspektin etnik, si që thoni ju, apo stafat nëse kemi parasysh vertikala, kokën. Do të thotë posaçërisht në organet udhëheqëse. Po ne kemi dëshmuar në historinë tonë se ne gjithmonë kemi detektuar krizën në mënyrë shumë precize. Bile edhe koncepti jonë politik, vizioni jonë për Maqedoninë, si që kalon koha, po dëshmohet se është ai i vërdeti, sepse që në 91-shin u detektu si kushtetuta se do t'jetë generatori krizës dhe ishtë, prandaj dhe su votua. Mandej, angazhimi i Partisë për Prosperitet Demokratik për konceptin qytetar duke mos haruar, se tani ka momente ku thuhet se barazia qytetare edhe ato në fakt e thatë edhe pak më herët ju. Edhe kjo deklarat nuk mjafton. Po, absolutisht pajtohem, nuk mjafton, sepse barazia në Maqedoni nuk mund të jetë një dimenzionale. Do të thotë vetëm barazi qytetare. Ajo duhet të jetë edhe barazi kombëtare. Do të thotë t'i garantoj karakteristikat e identitetit kombëtar. Tu jemi absolutisht dakord. Dhe pse them se vizioni jonë u dëshmua si i vërteti dhe tani prapë po them se ajo do të ngadhnjejë në fund. Sepse në 98-ën ata që propagonin institucione paralele krijuan një oaz paqe mbas 98-s. Në 2001 ndodhi konflikti, rezultati i saj doli marrëveshja e Ohrit. Ne përsëri tham, marrëveshja e Ohrit është aty dikund janë maksimumi i kërkesave të shqiptarëve. Tash, dikush thotë se ajo marrëveshje ka vdekë, po ne nuk mund ta injorojmë atë marrëveshje, sepse ajo të paraqitet pothuajse në çdo raport të institucioneve ndërkombëtare, bile edhe në raportet e NATO-s që nuk është edhe fort karakteristike, sepse ajo është elancë ushtarake, po edhe atje të paraqitet dhe si e tillë nuk mund të injorohet. Pajtohem se nuk është zbatuar, se ndoshta është implementuar në një, dikush ka qef përqindjet të matje, në një çfarë mase, për zbatimin e saj. Ka munguar vullneti politik, po, jemi dakord, por ka munguar edhe kapaciteti. Dhe nuk jemi të prirur tani veprimin ton politik ta kanalizojmë ka ajo të tregojmë se kush sa i keq ka qenë, kush çka ka bë, se kush sa i mirë ka qenë. Kush çka ka bë dhe si e ka bë, e dim tani të gjithë, tashmë nuk janë vitet e 90-ta, mediat i përcjellin çdo lëvizje për disa sekonda shpërndahet. Tani, do të shtoj se kjo krizë nuk duhet të shifet si pasojë e ndonjë aktiviteti të vitit fundit, 2 viteve të fundit, 3 viteve të fundit. Rënjët do me thënë i ka që nga fillimi ku ne shumë mënyrë qartë i kemi detektuar. Cilat janë vizionet tona? Vizionet tona janë se njerëzit të cilët e kanë shkaktuar, e kanë thënë shumë para meje dhe kanë shumë të drejtë, po kjo duhet të kihet parasysh edhe nga faktorët ndërkombëtar që po ndihmojnë procesin, edhe nga të gjithë ne që gjithashtu jemi të kyçur direkt aty në ndonjë farë mënyre. Njerëzit të cilët e kanë shkaktuar këtë krizë nuk mund të jenë pjesë e zgjidhjes. Jemi dëshmitar se si ata veç më i vjodhën diku te 7 muaj. I vjodhën, duke krijuar ndonjë problem, siç ishte abolimi, tash mund të krijojnë edhe një problem tjetër që plotësimin e nenit 11-11A të shpallin kundër kushtetues dhe po që se bëhet ajo abolimet mbeten në fuqi dhe ne nuk do kemi asnjë të drejtë të themi se kjo
Nuk është ashtu, sepse ai plotësim në fakt është antikushtetues. Ky komoditet Tash. është kryer edhe nga mos aktiviteti juaj. Jo, ne jemi aktiv, zotni Naser, ne mendojmë se edhe aktivitetet tjera të sektorit civil, si që ishin edhe protestat, edhe të 9 majit, po edhe ata të disa ditëve më herët, edhe këta lëramanet, kanë bë punën e vetë, ata kanë fitu tashmë peshën e tyre politike. Ne me disa pikpamjet të tyre jemi dakord, për prap, ne jemi pjesë aty të protestat lëramane, për t'ju ndërmend se ka edhe diçka plus nga kjo. Do të thotë, për t'ju ndërmend se barazia qytetare në Maqedoni nuk është e mjaftueshme, por ajo ka 2 dimensione dhe duhet të jetë barazi qytetare dhe kombëtare. Okej, do bëjmë një pushim të shkurt dhe do të kthehemi sërish në debat në Klik Plus. Në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij debati, zotri Ramadani kërkuat fjalën. Unë desha të ndërlidhem në këtë debat në kuptimin se nga këto parti opozitare pritet shumë nga qytetarët, nga shqiptarët. Sepse ka zhgënjim shumë të madh, ka demoralizim shumë të madh. Dhe ty për ta kthy besimin të qytetarët se duhet të ndodhin ndryshime, duhet më së pari të krijojsh mas kritike të një kapaciteti partijak. Secila parti për vetveten në aspektin e organizimit, strukturave, shtrirjes, plasimit të idesë, të konceptit, të opcionit e kështu me radhë, që është shumë e rëndësi, dhe është shumë e rëndësi se kush do t'jenë dhe kush janë bartës të ati aktiviteti, pra që njerëzit, qytetarët, pra t'i besojnë asaj se këta qenë kanë ata të cilat mund të japin shpresë pas këtij zhgënjimi. Është një fillim i mirë se pothuajse të gjitha partitë opozitare që të themi të reja ose disa janë vazhdimi strukturave të mëparshme ose kanë, ja për shembull, PPD-ja ka atë brendin e vetë, sepse me gjithate ka një vazhdimësi, me gjitha rënjët dhe ngritjet, sepse nuk duhet të keq kuptohem, se unë kam qenë pjesëtar dhe protagonist i shumë aktiviteteve dhe dëshmitare dhe i të PPD-s dhe të viteve 90-ta, me gjithat mirat dhe të këqijat. Po e kam fjallën, ajo që kërkohet prej kësaj gjenerate, si vazhdimësi e politikës shqiptare është lufta tjetë pa kompromis ashtu si e filluat për dekriminalizim të pushtetit. Domethënë lufta kundër korrupsionit dhe kriminalizimit. Sepse politikan, funksionar të kriminalizuar, të korruptuar, nuk të zgjidhin çështje. Ata bile mos bisedoni se çështje nacionale ose ato mund të zgjidhin, sepse dihet se si e kanë ata punën, qoftë si partner të koalicionit, qoftë si partner rezerv të koalicioneve, e kështu me radhë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ajo që kërkohet për juve, ta definitivisht ta mposhtni ose të largoni hipokrizi në sjelljet politike, dyftyrsi në politikë. Neve, fatkeqësisht kemi pas politikanë dhe udhëheqës politikanë të cilët, kur bisedojnë me shqiptarët, bëjnë Shqipëri etnike. Kur shkojnë të vorrezat e dëshmorëve, thonë se amaneti juaj është duke shkuar në vend. Që s'ka të vërtet, është gjuna bile me ju thanë atyre. Dhe të nesërmit, nëse pas dite bën Shqipëri etnike të vorrezat e dëshmorëve, të nesërmit gaditu i rinë himnit Macedonas, i pari aty. Unë këtë po ja u tregoj dhe po ja u thë prej përvoja në seri sigurisht i gazetar duke përcjell parlamentin e ka pa. Kjo dyftyrsi, kjo hipokrizi definitivisht e shqiptarët duhet t'i hiqet. Duhet inferioriteti, serviliteti,
Në më thënë, si gjenerate e reje politikanëve, porosi është, do shta kam të drejti dhe jam kompetent, ta them, edhe si analist, duhet ta hiqni. Do me thënë, duhet të bisedoni të barabart me palën Maqedone. Dhe të bisedoni mirë për të gjitha devijimet, për të gjitha, në qoftë se e kuptoni. Dhe e keni bashkë bisedues, një funksionar, një politikan Macedonas, dhe e shifni se ajë rrah teza nacionaliste anti-shqiptare, të cilat, unë e kam thënë me një medium, kanë gjenes patologjike anti-shqiptare. Luftojeni dhe atë mirë, shofun ka, i zhvillojmë disa debate, ndoshta ne analistët ose gazetarët, por ju duhet të kërkoni pra që të zhvilloni debate, mos të sjellni punën, sepse është shumë e turpshme. Për shembull, na ndodhi neve në parlament, u votu në një komision për diskriminim, antidiskriminues për një Naunovski. Ai në kolumnat e tij përveç tjera ka shkruar kështu një fjali, se shqiptarët duhet të shkilet me shlepere. Dhe del përfaqësuesi i partisë BDI-s thot e votova se më tha partia. Ose rastin e fundit, zgjidhet ministër, unë po du t'i jap disa shembuj që të ndikojnë pra në sjelljen e më tutjeshme politike, se nesër gjenerata nga strukturat e juja do ketë deputet, do ketë ministra, do ketë. Del dhe e voton Qafkovin, ministrët punëve të mrenshme, organizator, strateg, arkitekt i ngjarjeve të Kumanovës. Po si nuk mori guxima i përfaqësuesi i lagjës trimeve i Kumanovës do del bilen foltore si deputet dhe të thot. More partia pas ka vendos me e votu këtë Qafkovin. Ama unë prej nga vi, unë këtë s'mund të bëj. Dhe del në foltore do t'ja numran të gjitha ato që duhet. Du të them inferioriteti, serviliteti. Kush është inferior? Kush është servil? Vetëm ai që është i kapur. Vetëm ai pra që dikun puna nuk e ka punën të rezi. Dhe ne këtë e kërkojmë, do me thënë në një mënyrë e kërkojmë prej opozitës re, pra shqiptare, prej rinis që unë shpesh ju them, intelektuale, akademike, sepse keni edhe një përparësi, do me thënë në një situatë këtil kur opinioni ju pranon ju e shumë letë. Shikoni, këta të pushtetit, këta të BDI-s, përdeshës, shumë rande kanë të paraqiten në përvende publike. Edhe zatën edhe nuk i... Po, dhe kjo është një hapësire atashme, një shans pra, për të këthy shpresën, për t'i denoncu deri në fund. Edhe mos t'ja lejoni edhe më tutja ta zhvillojnë atë demagogji. A keni pa çfarë demagogji e ka? Do me thënë, këto janë. Unë nuk po them se nuk jeni duke e bërë, po jam duke i shtru pyetje vetës dhe si opinion po e jap, është e mjaftueshme atë që e bëni. Prandaj duhet pra në këtë drejtim shumë guximshëm, pa rezervë. Skemre duhet t'i thuash kundërshtarit Maqedona se ti derisa nuk pranon të jesh i barabart ose unë t'jemi barabart me ty. S'ka mund me ty që ka bisedoj, s'kemi që ka ndërtojmë nga Macedonit përbashkët. Mirë po, du të merë një pjesë dhe në disa çështjet të cilat me gjitha te kanë emrus përbashkët. A na duhet neve shtet juridik, a na duhet drejtësi, 2 herë më shumë se Macedonasve. Ne duhet jemi më të zëshëm se ata. A na duhet neve mediume, t'lira. Ne duhet 2 herë më shumë se ata. Dhe me thënë, ajo që neve kemi si shqiptarë të ta luftojmë, montimet politike, burgosjet, vrasjet e kështu me radhë. Dhe mos lejoni t'ju manipuloj njerëz prej 90-ës deri në 2001 që s'është bë asgjë, do të thënë nuk kanë qenë të drejtë politikës, po e them këtë për vete. Po nëse e marrin vetëm një shembull, edhe këtu po e ndërprej. Sa njerëz, sa qytetarë shqiptarë janë vrarë nga viti 90 deri në vitin 2001, dhe sa janë vra shqiptar dhe janë burgos shqiptar prej 2002 deri sot. Shumë letë është me i numëru.
Mund t'i numrojmë të burgosurit në përburgje, dhe atë burgosur politik, ish ushtarë, që kësë e këtu me radhë, sa u vranë midis tyre, sa u vranë nga pushtetin një misterioze, që nuk I dim. Më thënë, këto janë momente, pse unë t'i them, ne analistët ma shumë flasim, kë kryohet për shtypje, ndo njëherë se sa ju. Të japim fjallën atër të flasin. Tash e kemi ne shansën. Pra ndaj, ne këtë po e presim. Dhe ne kemi marra ne, analistët, po në thonë neve, ata jenë të e përkra opozitën, është e vërtet. Unë nuk kem shefi si analist, po dhe si mendim politik, se kam shgënjim prej asaj që është politik, tani pra në qeveritare, dhe unë, si kur edhe të gjithë qytetarë tjerë, kërkoj pra që kjo gjenerat pra në një mënyrë. Unë, kur kam vepru politikisht, e kam përmend në këtë studio, Anita, kemi pas 850 studentë shqiptarë. Ju kur veproni politikisht, profesor, I keni mbi 25.000 studentë, apo? Qëfar force politike, akademike, intelektuale? Po pse ju ka 5.000, 2.000, 3.000, 6.000 nuk rini atje te klubi deputetve? Me brohorit, krejt bashk, me bërtit, me thënë, ta që bisedojnë, ta nuk e zgjidhin krizën, ta nuk janë ata që e zgjidhin krizën. Pse I pritoni asaj pune? Zëri Regjepi, faleminderit Zëri Ramadani. Kisha dashur Se ka prit për me jeket. të më lini pak hapësirë se që disa pikat I përmend, pak ko më gjatë, në thotë. Po, nuk kemi edhe shumë minuta deri në Për fund. shkak se edhe pjesën e parë më ndërpret, do të lidhem shpejt e shpejt në disa pika, për shkak për hir të kohës, se ne thotë kemi shumë të flasim, dhe jemi të hetshëm edhe e duam rastin. Do thotë prej në fillim të themelimit të lëvizjes Vesa kishte dokument politik. E tash mos hyti përmendi une ato pika që edhe zotëri Naseri përmendi rreth problematikave, çështjeve etnike kështu me radhë që janë prezente. Ne vedimi kemi dokumentuar dhe kemi thënë, ndër të cilat është përmendur edhe çështja e emrit, e cila lidhet, do të thotë, në mënyrë direkt me çështjen e eurointegrimeve. Neve si subjekt ripërsërisim interesin dhe qëndrimin e shqiptarëve për eurointegrime dhe nuk mund të lejojmë që çështja e emrit të mbetet përgjithmonë në këtë status quo. Po nese, sa I përket themelimit, strukturimit, për atë ne kemi si subjekt I ri, kemi zgjedh njerëz në mënyrë të kujdesshme, mandej për punën e vizionit, si thash, një në mars dole me ridefinimin, mandej filluan të publikohen ato materialet, basi filluan të publikohen materialet ne përsëri dole me një platformë, që quhej Shqiptarët për hipoteka, të cilën ne shkruajt në një numër I madh I intelektualëve, profesorëve, njerëzve të pavarur kështu me radhë. Do të thotë ne jemi me vendosmëri, do të thotë për ta luftuar korrupsionin, se ajo është një nga problemet kyçe të cilat kanë sjellë në këtë situatë që të manipulohet edhe me çështjet ndëretnike për interesat të një grupi të vogël që t'i mbulojnë aferat e tyre korruptive. Dhe për atë dhe procesi bllokohet. Ne vërtet ato çështje që I përmendet, ne I kemi thënë, po përsëri po kthehem se nuk dua ta përsëris shumë çështjen e përfaqësimit në media se mandej I dënohen mediumet. Mes reagimeve departamentet kanë treguar çështjen e përfaqësimit në Ministrinë e Punëve të Jashtme, çështjen e përfaqësimit të shqiptarëve. Fundit për në Po, Ministrinë e mandej Financave. Ministrinë e Financave, kishtim do të thotë çështjen në Ministrinë çështjen në arsim me një fjalë. Ne I kemi treguar që është problem, do të thotë që ka diskriminim të madh etnik dhe gjitha kjo politik shkon në atë drejtim dhe I kemi dhënë edhe opsione, do të thotë si mundet të vitet e zgjedhja. Sot, si për shembull, Departamenti për Drejtësi e ka marrë, organizon një vështrim në çështjes të gjuhës shqipe në Maqedoni, që është një temë e cila vazhdimisht sillet, ku është bën një analizë ku është I lejuar përdorimi dhe si mund të zgjidhet kjo çështje. Do të mos hynë në detale. Sa I përket çështjes me ndërkombëtarët, ne si subjekt politik I cili ka ngritje të vazhdueshme, pas të aktiviteteve që kemi gati se çdo ditë, me reagime, me analiza, me kontakte,
të cilat, do thotë, çdo kush nuk mundet edhe të ketë informacione, po ashtu kemi insistuar që të jemi pjesë e bisedimeve për zgjedhjen e krizës. Zotëri Xhepi, po e përmendni vetë, a keni sinjal nga ndërkombëtarët apo ndonjë faktor tjetër që mund të jeni pjesë e bisedimeve? Nga do të burojë legitimiteti juaj për Do qenë të thotë, Lëvizja Besa si subjekt i ri, pasi që nuk ka marrë pjesë në ciklus zgjedhor, legitimitetin e saj e merr nëpërmjet të aktiviteteve, ku mund ta përmendim protesta nëse organizuar protesta në 9 majit, po ishte edhe protesta e 13 jashurit vjet, organizuar nga Këshilli Opozitar, ku edhe ne jemi pjesë përbërëse, por po ashtu edhe sondazhet e fundit, ndër të cilat ishte sondazhi e Irit, ku tregon një ngritje me një fjalë të madhe të lëvizjes Besa në kontinuitet. Bile ajo ka qenë e organizuar disa muaj përpara dhe ne në bisedim me ta tham që ne kemi ditur që jemi si subjekt i dytë në blokun shqiptar, po kemi pritur që edhe të kemi kaluar subjektin e parë. Për shkak se edhe margjina me një fjalë, gabimit është diku në 2-3%, dhe ne mendojmë në bazë të kontakteve, në bazë të aktiviteteve që kemi, kontakte me qytetarët, çdo tubim, masoviteti atje dhe po ashtu qasja dhe ardhja e njerëzve të cilët kanë qenë, do thotë, përmbajtës të partisë në pushtet, po edhe asaj partisë e cila do thotë ndonjëherë është opozitare, por vepron edhe në vit pozitës. Në bazë atë po shohim me fal që neve po kemi një ngritje, do thotë, evidente, dhe kjo është fal punës në teren, fal identifikimit të çështjeve dhe dhënies të opsioneve për zgjidhje. Jo vetëm se thotë kritika, por edhe opsion si do të bëhet më tutje çetë opsion për zgjidhje. Sa përket Komitetit Ndërkombëtar, ka ngritje intensitet të takimeve me ta, me pasitë diplomatike, por edhe të dërguarve special, zotëri Handel kur ishte, ku ne patëm rast që ta prezantojmë në thotë platformën tonë si opcion për zgjidhje nga kriza, dhe ne insistojmë në bazë të gjitha parametrave që partitë të cilat janë pjesë përbërëse në negociatat tani dhe përpara, nuk janë reprezent të popullatës shqiptare sidomos. Ne nuk kemi disbalanse edhe përfaqësisë opozitare në atë katërshe, po edhe çështjes shqiptare, për shkak se ato vetëm se janë si një lloj përkthyesi i qëndrimeve të VMRO-së në Shqipe. Dhe fundit në rast se do thotë një subjekt i cili është në sondazhe më pak se neve i përfaqësuar, pse atëherë ne mos kemi pjesë përbërëse. Dhe ne insistojmë gjithë modalitet që mendimi ynë të jetë pjesë përbërëse e këtyre bisedimeve, që të mundet në fund çfarë do solucion që do të cilat të jetë gjithë përfshirës dhe gjithë përmbajtës. Mos na vjen puna të kemi një marrëveshje dhe përsëri dikush mos e pranon. Zotëri Aliti, sepse jemi në fund, pyetja për ju lidhur me takimin me zotëriun Zaev, thotë është shprehur gatishmëri për tellim dhe avancim të më të tjeshëm të bashkëpunimit mes PPD-s dhe LSDM-s. Disa media e komentuan edhe si mundësi për koalicionim parazgjedhor me LSDM-n. Ne kemi thënë edhe më herët, të gjitha opcionet janë të hapura. Pa marrë parasysh se ne jemi pjesë e Këshillit Opozitar dhe për të cilën dikush na akuzoi se ndoshta edhe kemi bë gabim që kemi vepruar kështu, pa ne çmojmë se jemi parti politike me subjektivitetin tonë dhe se nuk kemi leje nga askush për të takuar me parti tjera, ne përfaqësojmë antarësinë tonë dhe rrjedhimisht nuk do pajtoheshim me zgjidhjet tona, të na imponoj zgjidhjet tona dhe një trup tjetër që nuk është si rezultati ndonjë marrëveshje paraprake, të paktën ndërpartijake. Në atë takim u bisedua për bashkërenditje të forcave dhe për të luftuar këtë situatë të keqe, këtë pushtet, që më duhet të them se edhe ky pushtet është multietnik. Prandaj dhe çmojmë se duhet të shihet varianta edhe e ndonjë bashkëveprimi multietnik pak më të thellë, që
të dalem nga kjo krizë. Kjo pushtet, mendoni praktikisht apo formalisht multietnik? Formalisht po, praktikisht nuk është multietnik, se atje që Aty janë, në koalicionin e VMRO-s janë të gjitha partitë në qita etnikumet, është edhe BDI-a, po si mbas faktes kemi të themi, po si mbas disa shenjave, me gjitha gjasat është... Ajo është shife, tash për formalitete, okej, po besoj se e kuptuat atë që ka desha të them. Okej, atëre u kuptuam. Do të thotë, ata janë multietnik dhe këtë. Kjo është i përmbajtje tash. Tash është ka përmbajtje kjo. Më mendoj, ka kjo, do jetë përmbajtësore të mi. Se duhet bëhet edhe një front tash i ri multietnik. Po pikrisht atë thash dhe unë, ndoshta nuk është keq të mendohet edhe për një front multietnik që do ta luftoj këtë multietnicitet i cili po e përbën regjimin. Multietnik në hajdutlëk, në çka më? Kriminalitet, por jo në qeverisje. Tani ne për të... Monoetnicitet, 100% të më thonë nga ne VMRO-s dhe garniturave. Tani ne për të treguar dhe për të dëshmuar atë integritetin tonë në institucione, ne fillimisht duhet të mbrim të bëhemi pjesë aty në institucione. Dhe është mirë që po i ka disa procese, edhe në përmes këshillit ne e shohim si një mundësi për bashkëpunim, por jo me rregulla të imponuara. Njësoj edhe aliancën e shohim si mundësi të mirë bashkëpunimi, por gjithashtu edhe prej atje kemi disa shenja se janë edhe ata kështu shumë të vendosur për të imponuar rregullat e tyre. E kemi thënë edhe më herët prapë po e përsëris. Nuk shoh asgjë të keqe që të gjithë ne, qofshin të aleancës, qofshin të këshillit, të shohin opsionin edhe të variantit të tretë, të bllokut opozitar shqiptar jashtë parlamentar. Por kam përshtypjen se dikush tani po ndjehet i vetë mjaftueshëm dhe ndoshta nuk mendojnë se kanë nevojë për bashkëpunime tjera. Ne me ngulm, po themi se ne nuk ndjehemi të vegjël, ne nuk jemi të vegjël, ne kemi edhe kapacitetin edhe përvojën pas neve, nëse jo si persona pas një plejade veteranësh që janë aty, për të menaxhuar me këtë situatë politike dhe nuk do të pranojmë pozicion inferior në raport me askënd, as me partitë politike maqedonase, sepse pyetja juaj ishte aty, as me të tjerët, dhe më duhet potencoj se nuk bëhet fjalë për negociata. Ashtu siç disa media për arsyet e tyre e plasuan, thjesht u hap si temë bisedimi një shqyrtim i kësaj mundësie, për cilën ne themi se ja vlen të bisedohet. Po të shohim pastaj se në cilat baza, në cilat parime dhe kështu me radhë. Dhe sigurisht se nëse bëhet diçka e tillë, ne do të jemi shumë transparent për çfarë do detaj. Një faleminderit, zotëri Zindeli ka kohë që po prisni fjalën dhe njëri do të deshim prononcimin tuaj ku qëndron RDK-ja në raport me Aleancën për Shqiptarët, Këshillin Opozitar apo ndonjë bashkëpunim tjetër? Mirë, formalisht Rinjë Demokratike Kombëtare është në aleancë me Lëvizjen për Reforma Aleanca për Shqiptarët, por nga momenti, i shkarkimit e ish kryetarit, mbajtjes së kuvendit, nuk ka kurfar komunikimi ose kurfar funksionimi, në funksionimin e kësaj aleance. Zoti Zjedin Cela ka mbajt komunikim me ish kryetarin, ka vazhdu të mbështesë ish kryetarin. Kam pas bashkëpunim që ato besoj se vetë mund të vlerësojnë dhe të paraqesin para opinionit, por ne, si linje demokratike kombëtare, struktura, legjitime të kësaj partije, nuk kemi pas do një komunikim formal të bashkëpunimit me ta, përveç se komunikimeve, takimeve të ndryshme që me gjetë do një formë, për me dal nga kjo situatë. Por unë e vlerësoj se në raport me partitë politike maqedonase, duhet jemi shumë kujdesshëm në komunikimin që e kemi me partitë politike maqedonase, këtu nën kuptohet edhe me LSDM. E them nga një arsye shumë e thjeshtë, për shkak se
LSDM-ja deri tash nuk ka paraqitur ndonjë farë platforme edhe për dalje nga kriza e përgjithshme shtetërore, kriza domethënë institucionale, politike që kemi, por nuk ka ofruar as ndonjë platformë në raport edhe me shqiptarët. Me qenë të vërtet edhe ne ndoshta nuk kemi pas dhe një ofertë konkrete me cilën do ta joshim domethënë lëvizjen në LSDM-n, që domethënë kiet një disa pika të përbashkëta ku këto dy bloqe domethënë do të mund të bashkëpunonin për një interes të përbashkët. Duhet me qenë kujdesshëm domethënë në drejtim të asaj se Pala Maqedone për herë domethënë ka ditë të shfrytëzone naivitetin e politikës shqiptare, ti instrumentalizon domethënë për interesat e tyre, edhe më në fund vim te biseda që paraprakisht u bisedu. Kemi formalisht një qeverisje multietnike, por realisht kemi qeverisje monoetnike të pastër Palës Maqedone, bile edhe të kriminaliteti nuk janë barabartë, edhe aty diskriminimi është një thellë, domethënë ndërmjet VMRO-s edhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Ideja është tash u përmend edhe nga opinionistët edhe nga kolegët e mi. Ka një klimë që është e favorshme në skenën politike shqiptare për funksionimin e partive opozitare shqiptare, edhe gjetjes së formave të komunikimit, domethënë ku mund të instrumentalizohen domethënë në qëllim të realizimit të objektivave tona. Nëse ne mendojmë se kjo situatë do zgjidhet me mjete normale, demokratike, me dalje në konferenca për shtyp edhe me ndonjë takim që ne mund ta mbajmë me drejt ose me drejt, mendoj se nuk do të arrihet qëllimi. Ajo që e bëni Këshilli Opozitar edhe Lëvizja Besa me protestën e saj 9 maj, domethënë ishte një potestë shumë i mirë, një veprim i mirë që u përkrah edhe nga parti tjera politike shqiptare, por veprimet të tilla duhet vazhdojnë edhe më tej. Në koordinim, gjitha partitë opozitare shqiptare duhet me qenë ma dinamik në marrjen e terrenit ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim të shqiptarë. Nëse ne mendojmë se Bashkimi Demokratik për Integrim do largohet vetë, mendoj se opinionistët për edhe ne në forma ndryshme potencium, ata nuk do të largohen për shkak se bëhet fjalë për lëkurën e tyre. Kriminaliteti ka hyrë thellë te ato, edhe nëse ne mendojmë se kompromiset e tyre do shkojnë në drejtim të zgjidhjes së krizës, jo. Për shkak se nuk ka si të bëjë ai kompromis, ai duhet ta fusë vetën e vetë te gjykata speciale, te prokuroria speciale, edhe askush nuk do ta kishte lejuar diçka të tillë. Ne duhet domethënë përdorim edhe metoda, mjete tjera me cilën do ta shtim pushtetin, që t'i bënë kompromiset e duhura. Këtë këndvështrim e pa diskutueshme është pozita që e mban faktori ndërkombëtar, në kuptohet duhet të ruhet partneriteti me faktorin ndërkombëtar, edhe pse ndoshta ndonjëherë edhe mund kemi vërejtje dhe kritika ndaj qëndrimeve që ato i kanë pas, ndoshta kanë qenë tepër tolerant ndaj pushtetit aktual, për shkak se edhe nuk do të kishin marrë ndoshta në këtë situatë, nëse edhe partitë politike shqiptare, edhe maqedonase opozitare, por edhe faktori ndërkombëtar do të kishte qenë më kritik edhe më konzistent ndaj gjithë këtyre politikave që neve na ndodhin nga ana e pushtetit, për shkak se nuk ndodhi sot kjo. Nuk ose lindi dje dhe lindi pargje. Këtë kemi 10 vitet e fundit dhe veçanërisht 5-6 vitet e fundit, thonë ata në mënyrë kriminale qeverisin. Kemi pas zgjedhje të kriminalizume nga viti 2011, 2013, 2014, edhe ende tentojnë dhe pretendojnë që t'i ruajnë kushtet dhe mentalitetin e njëjtë, që të vazhdojnë, domethënë ta vazhdojnë me avazin e vjetër. Kjo është ajo që ne domethënë duhet ta ndërpresim, por mund ta ndërpresim, mendoj prapë them së bashku. Në një krijimin e një frontit përbashkët opozitar, të gjithë atyre që kanë vullnet, nëse dikush nuk ka vullnet është diçka tjetër. Edhe mund të identifikohet se kush nuk është, por gjithë ato tjerë që kanë vullnetin e sinqert, mendoj se mund të identifikohen, mund të gjejnë pikat e përbashkëta dhe të kemi një bashkëveprim të përbashkët në periudhën e ardhshme. Okej, Zotëriun, këtu do duhet ta mbyll këtë debat, nëse vetëm një fjali nëse shkurt. Më mbështet qëndrimin e zotit Fadil nga RDK-ja. Mendoj se në vend, personalisht ky është mendimi im, në vend të politikës së redefinimit do të zbatohet politikën e kontestimit. Nëse Pala Maqedone vazhdon cilët në këtë mënyrë, ju duhet t'i thoni se çfarë do t'i pret diçka tjetër nëse sillen në këtë mënyrë, dhe këtë në mënyrë shumë serioze t'ua thoni, nëse keni ndërmend në mënyrë serioze të merreni me politikë, dhe nëse nuk doni t'u përsëritet fati i BDI-s dhe i PD-s. Mendoj se shkoja e fundit, nëse ju këtë tash nuk e bëni, atëherë do silleni në rolin e lypsarit, do shkoni te Zaevi dhe ju njëherë duhet ta ndërtoni pozicionin tuaj, pastaj do bisedoni me Zaevin. Ju krijoni pozicion, pastaj bisedoni, unë nuk jam kundër bisedimeve, po ndërtoni pozicion njëherë. Nëse s'keni ndërtuar pozicionin, për çka mund bisedojnë dy parti politike të lutem, në qoftë se jo për ndonjë bashkëpunim të mundshëm. A mund bisedohet për diçka tjetër?
dy parti politike takohen dhe për çka mund bisedojnë nëse jo për bashkëpunim. Veç E dim unë pse thash po të thënë politik- këtë, sepse ne jemi të fundit nga partitë politike Unë thash shqiptare. politikën e Që jemi kontestimit. taku me Zajevin dhe tani po më drejtoheni mua se ne kemi shku pa qëndrimet Unë nuk thash se ju të keni bë ndërtuara. keq që keni shku. Po lutem. unë them se si do të Pa duhesh mos të bëhet. bisedu s'bëhet gjë. Do thotë se drejtuar. Vetëm një fjali dhe ty lutem shumë një fjali sinqerisht se thotë ne duhet ta mbyllim. redefinimin e kemi dhënë si opsion për zgjidhje thotë si do të zgjidhur situata në përgjithësi e përpara fillon kjo kriza, ndërsa po ashtu kemi thënë që duhet do thotë edhe partnerët nga ana tjetër të vendosin që janë të interesuar për shtetin që të funksionon apo jo. Do thotë ne kemi qenë pragmatike kështu me radhë, gjithë kohën i kemi thënë gjithë ato që i Do thoni. t'i veni paraktit krym. Do Okej. angazhohen për një Maqedoni të lirë demokratike evropiane Absolut, apo si e kanë hallë? Edhe njëri ju falimderoj që ishit sonte në Klik Plus. Besoj se do të kemi rastin të takohemi në debatet të radhës. Zotri, dhe njerë falimderit që pranuat ftesën të jeni sonte me ne. Zotri, falimderit, natën e mirë, shikues të nderuar.